Të mërkurën dhe të enjten e ardhshme, Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, do të jetë në Zvicër për një vizitë shtetërore. Vizita e Presidentes së Republikës së Kosovës në Zvicër, ku ajo do të pritet me ndyrimet më të larta shtetërore, shoqërohet edhe me masa të veçanta sa i përket trafikut. Kështu, portali zyrtar i policisë, polic.be.ch, ka dalë me një njoftim zyrtar me kufizimet e nevojshme të trafikut gjatë 2 ditëve sa do të zgjasë vizita. Të mërkurën me 21 maj 2025 dhe të enjten me 22 maj 2025, Presidentja e Republikës së Kosovës do të jetë në Bern me një delegacion në kuadër të një vizite shtetërore. Kjo do të jetë vizita më e lartë e nivelit shtetëror dhe e para me ndërimin ushtarak që i bëhet një presidenti të Kosovës në Zvicër. Parashihet që në sheshin kryesor të Bernës do të ketë edhe pjesëmarrje të publikut, shkruan albinfo.ch. Në këtë kontekst, disa rrugë dhe sheshe në qendër të qytetit do të mbyllen përkohësisht në të dyja ditët. Së pari, të mërkurën me 21 maj 2025, pritja me nderime ushtarake do të zhvillohet në Bundesplatz, aksi Bundesgasse nga Zhvenzgasi, perimetri rreth ndërtesave federale lindore dhe perëndimore, si dhe rrugët përkatëse hyrëse dhe Inselgasse, do të jenë të mbyllura për trafikun të mërkurën me 21 maj 2025 nga ora 12 deri në orën 22. Rrugët dhe rrugicat e tjera gjithashtu mund të mbyllen me një njoftim të shkurtër paraprak. Rrugët përkatëse janë të shënuara me tabela ndalimi. Automjetet e parkuara në mënyrë të papërshtatshme duke përfshirë biçikletat dhe motocikletat do të tërhiqen ose do të vendosen në vende të tjera.